unë do kisha ndaj një fjali bashkë me ju nga eksperienca e themelimit të universitetit tonë, se pesha e themelimit të institucionit të arsimit të lartë është e barabartë me peshën e cilësisë që ai universitet prodhon. Pra, në funksion të kësaj paradigme, kësaj eksperience, duke pas parasysh se kapacitetet janë të limituara të kuadrit në fushat gjegjëse, mendoj që për të ruajtur cilësinë, për të siguruar që në fillim cilësinë, mendoj që është e patjetërsueshme ndihma ndërkombëtare, suporti ndërkombëtar, dhe kjo do të ishte sipas meje një sugjerim apo një për ata të cilët do të themelojnë universitetin. Dhe gjithashtu më lejoni të dhe publikisht të shpreh gatishmërinë tonë që kurdo që ketë nevojë për ndihmë, ne kemi resurset, me resurset që kemi do të ofrojmë ndihmë për të profiluar një institucion dhe institucione tjera, domethënë të cilët do të japin impakt drejt për drejt në zhvillimin e kësaj shoqërie dhe profileve të duhur.